dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+, duke uruar qytetarët lushnjar gëzuar ditën e ngritjes së flamurit në Lushnjë. Më 27 nëntor 1912 u ngrit flamuri i pavarësisë në Lushnjë, një ditë para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë. Bashkia në këtë ditë historike organizoi aktivitete të ndryshme. Më 27 nëntor 1912 u ngrit flamuri simboli i pavarësisë së Lushnjës, një ditë para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë. Në këtë ditë historike u kryen një sër aktivitetesh nga autoritetet lokale. Në orën 10:25 u ngrit flamuri nga kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, shoqëruar nga deputeti i Partisë Socialiste Elton Korreshi, duke kujtuar orën e saktë para 113 vjetëve, kur u ngrit mes thirrjeve rroft Shqipëria, rroft pavarësia, rroft liria, flamuri kuqezi për herë të parë para bashkisë së asaj kohe. Më pas kryetaria Sefa, deputeti Korreshi, përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes dhe qytetar vendosën lule tek obelisku që përkujton firmtarët e pavarësisë, patriotët lushtjar Nebi Sefa, Qemal Mullaj dhe Ferit Vokopola. Kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa dhe deputeti i Partisë Socialiste Elton Korreshi uruan qytetarët për këtë ditë të rëndësishme. Më 27 nëntor të vitit 1912, qytetarët dhe patriotët e Lushnjës ngritën flamurin dhe shpallën pavarësinë, duke e treguar mëvetësinë e tyre. Dhe sot, 113 vite më pas, në mënyrë simbolike, ne ngrem flamurin për t'i treguar mirënjohje të gjithë atyre patriotëve që kontribuan në identitetin kombëtar të Lushnjës, por edhe të gjithë Shqipërisë. Më lejoni që të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës gëzuar festën e flamurit. Sot është një ditë e veçantë për Lushnjën, është 113 vjetori i ngritjes së flamurit në qytetin e Lushnjës. Mirënjohje për gjithë familjet lushnjare që 113 vjet më parë bën të mundur që shpallej pavarësia edhe në Lushnjë, ku më pas delegatët e Lushnjës u bashkuan në datën 28 në Vlorë. Mirënjohje për gjithë popullin lushnjar, për gjithë sakrificat e tij për shpalljen e pavarësisë. Televizioni 4+ gjithashtu uron qytetarët lushnjar që na ndjekin gëzuar ditën e flamurit dhe të pavarësisë së Lushnjës. Qendra kulturore e fëmijëve me rastin e ngritjes së flamurit në Lushnjë dhe dy festave të mëdha 28 dhe 29 nëntorit organizoi koncert me këngë valle dhe recitime. Festat e nëntorit kanë qenë arsyeja kryesore që Qendra kulturore e fëmijëve ka organizuar aktivitete të ndryshme kulturore dhe artistike gjatë muajit nëntor. Mbrëmjen e djeshme u organizua një koncert festiv me rastin e ngritjes së flamurit në Lushnjë më 27 nëntor, ditës së pavarësisë më 28 nëntor dhe çlirimit të vendit më 29 nëntor, duke treguar dashurinë për qytetin dhe vendin e tyre. Zërat e bukur të fëmijëve mbushën ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve. Koncerti pati një larmi numrash artistik, këngë vjersha valle kushtuar ditëve më të rëndësishme të historisë sonë. U val Viçipoja, dy kënare për tokën tonë të bekuar shqiptare. Populli qau, u gëzua, u ngrit, pasi gëshërbërie më në fund të ndrit. Në çdo shtëpi, në çdo fshat e qytet, u dëgjua britma, rrofta dhe ushqej. Kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, e cila ndoqi koncertin së bashku me prindrit, mësuesit dhe fëmijët, falenderoi fëmijët dhe stafin e QKF-s për aktivitetin dhe punën e mrekullueshme që kanë bërë. Faleminderit për bukuroshave që na zbukuruan këtë mbrëmje sot, për artistëve të vegjël. Një falenderim të jashtëzakonshëm për gjithë stafin e QKF-s, të cilët vazhdojnë të punojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, që këta talentet të vegjël ta emocionojnë për herë më shumë. Gëzuar gjithë festat e nëntorit dhe ju bukurosha sa më shumë sukses. Ti Shqipëri, më jep emrin e madh. Ti Shqipëri, më jep emrin shqiptar. Se zemrën time ma gatove, ti ma gatove plotër shqiptar.
Ka nisur fushata 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore. Në Shqipëri, 1 në 2 gra dhe vajza në vend ka përjetuar 1 ose më shumë forma të dhunës gjatë jetës së tyre. Ka nisur fushata 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj grave në Shqipëri me qëllim sensibilizimin kundër dhunës. 41% e vajzave dhe grave të moshës mbi 18 vjeç kanë përjetuar të paktën një nga format e dhunës së ushtruar përmes teknologjisë, thonë të dhënat e organizatës së OKB-s UN Women. 1 në 2 gra dhe vajza në vend ka përjetuar 1 ose më shumë forma të dhunës gjatë jetës së tyre dhe 27 gra janë vrarë në 3 vitet e fundit nga partneri ose nga një antar i familjes. OKB thotë se dhuna me bazë gjinore në internet ose jashtë mbetet një nga sfidat më urgjente të Shqipërisë në fushën e të drejtave të njeriut. Gjatë 9 muajve të parë të këtij viti, 2881 gra kanë raportuar dhunë, ndërsa mbi 3650 gra kanë kërkuar ndihmë nga linja e këshillimit për gra dhe vajza. Ministria e Shëndetësisë Evi Salla pranon se parandalimi kërkon politika më të qarta dhe institucione të fuqishme, duke nënvizuar se ndryshimet në kodin e ri penal forcojnë mbrojtjen e grave dhe vajzave. Fushata e këtij viti ka një fokus të mirëfillt dhunën digjitale, pasi teknologjia, edhe pse është një mjet fuqizimi, shpesh është kthyer në një mjet kontrolli dhe bulizmi. Shqipëria po merr hapa të qarta për të adresuar. Së pari, projekt ligji për parandalimin dhe mbrojtjen e grave dhe dhunës në familje dhe propozimet për përmirësimin respektiv të kodit penal janë një bazë shumë e mirë e kuadrit legjislativ. Fushata 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore do zgjasë deri më 10 dhjetor. Qeveria miratoi shpërblimet për pensionistët për festat e fundvitit sipas kategorive që e përfitojnë atë. Këshilli i Ministrave miratoi në mbledhjen e të mërkurës vendimin për shpërblimet e pensionistëve për festat e fundvitit 2025. Sipas këtij vendimi, nga shpërblimi parashikuar do të përfitojnë 762.740 pensionistë dhe përfitues të tjerë, nga të cilët 640.325 janë pensionistë në pension pleqërie dhe 2.322 në pension social. 65.232 persona në pension invaliditeti, 48.087 persona në pension familjar, 6.774 persona me një trajtim të veçantë financiar si minator të nëntokës, punonjës të ish ndërmarrjeve ushtarake dhe ushtarak në pension të parakohshëm. Në këtë vendim parashikohet dhënia një shpërblimi financiar sipas fashave. Në masën 15.000 lek për rreth 520.959 persona, nga të cilët 421.514 janë pensione të pleqërisë, 2.322 pensione sociale, 3.715 pensione të parakohshme për vjetërsi shërbimi, për fëmijët e Republikës, veteranë të lançit, trajtime të veçanta të minatorit dhe industrisë ushtarake, pensione të posaçme. Gjithashtu janë 65.232 invalid të punës dhe 48.087 pensione familjare. Të gjithë përfituesit pavarësisht kategorisë do të marrin shpërblim një herë të vetme, duke përfshirë dhe ata që fillojnë përfitimin deri më 31 dhjetor 2025. Fondi total i parashikuar për këtë shpërblim arrin në 10.4 miliard lek, ku mbi 10.3 miliard lek janë të destinuara për pagesa ndaj përfituesve dhe mbi 72 milion lek për shpenzimet administrative të procesit. Po sipas këtij vendimi, shpërblimi do të paguhet gjatë muajit dhjetor 2025 dhe kur nuk tërhiqet brenda këtij muaji, mund të tërhiqet deri në 30 qershor të vitit 2026. Pas kësaj date, ky shpërblim parashkruhet dhe nuk mund të përfitohet. Zbatimi i këtij vendimi do të bëhet nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministria e Financave, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Posta Shqiptare. Parlamenti Evropian miratoi një rezolut mbi kufizimet e moshës për përdorimin e rrjeteve sociale. PE kërkon hyrjen në rrjetet sociale për moshat nën 16 vjeç vetëm me lejen e prindërve. I arritur shqetësimet mbi rreziqet e shëndetit mendor për fëmijët nga përdorimi i internetit. Bazuar në këto shqetësime, Parlamenti Evropian propozoi dhe miratoi të mërkurën me shumicë votash një rezolut mbi kufizimet e moshës për përdorimin e rrjeteve sociale. Parlamenti Evropian kërkon hyrjen në rrjetet sociale për moshat nën 16 vjeç vetëm me lejen e prindërve. Fëmijëve nën 16 vjeç duhet të ndalohet përdorimi i mediave sociale, përveç nëse prindrit e tyre vendosin ndryshe, thot Parlamenti Evropian.
Eurodeputetët që hartuan në rezolutën u shprehën se të gjithë duhet të veprojnë për të mbrojtur fëmijët. Nuk janë vetëm prindërit, shoqëria gjithashtu duhet të ndërhyjë dhe të sigurohet që platformat janë një vend i sigurt për të miturit, por vetëm nëse ata janë mbi një moshë të saktuar, thon ata. Rezoluta kërkon aktivizimin e veçorive që krijojnë varësi në platformat e internetit kur përdoren nga të miturit të tilla si lëvizje e pafundme, videot që luhen automatikisht, njoftimet e tepërta dhe shpërblimet për përdorim të përsëritur të një faqeje interneti. Bashkimi Evropian tashmë kërkon të mbrojë përdoruesit e internetit nga dëmet online, të tilla si dezinformimi, ngacmimi kibernetik dhe përmbajtja e palishme, nëpërmjet aktit të saj të shërbimeve digjitale. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.